Ndërkohë futemi në studio. Ishim pamje Jemi drejt për drejt dashurmiq, kështu që kush punon gabon. Patjetër. Ftojmë Bujar Pregjen se mas ty kësaj atmosfere vjen i malli Pregja, i cili para 2 vjetësh në mos gaboj, mi mbrëma Pregja në një seminar zhvilluar në Irlandë. Është ky zotëri që ka qenë lektor në një seminar ku një nga arbitrat e rinj ka qenë një farë Borbalan, që ishte dje këtu, i cili u solli për hir të së vërtetës në mënyrë korrekte. Normalisht u tregua korrekt, u tregua i saktë me përjashtim të disa momenteve të cilat do të diskutojmë, por në përgjithësi në kartonat e verdhë, në faullat ishte i saktë. Duhet ishte më i kujdesshëm në faullat që ishin brenda zonës, sepse do të shikojmë 3 raste të cilat mund të vlerësoheshin ndryshe, gjëra që ai është përgjegjësia e tij, sepse nuk kishim të bënim me arbitrat e linjës që mund të shikonin, sepse komplet në të 2 rastet ishin me shpinë dhe duhesh arbitri kryesor ai që të vendosë dhe të merrte vendimin për ato raste. Atë që të bukur kur binin ata armenët që bënte, e kështë lezetshme. U mundua të ishte korrekt në lejimin e lojës avantazhit, në pozicionim dhe në vlerësimin e faullave. Do të shohim pra momentet kur ne do të diskutojmë bashkë, shikojmë kur kemi të bëjmë me një moment të dyshim të është brenda zonës tonë, është ky rasti kur kemi këtë kontakt midis mbrojtësit dhe sulmuesit, që ai e ka vlerësuar si jo faull, dhe do të shikojmë në moment një rast tjetër kur unë them që ai ka vlerësuar të 2 rastet në të njëjtën mënyrë. Ky ishte rasti i parë, dhe do të shikojmë tani janë 2 momente për ekipin tonë. Ky është rasti që arbitri kryesor e ka pamjen më të mirë për të vlerësuar faull se jo. Është ky moment kur shikojmë që kemi Cikalleshin. Tani, të 2 rastet nuk janë të krahasueshme. Ky është shumë evident ky rast. Do të shohim rastin tjetër që është. Ky është evident që është penalti. Ajo e para ndodh gjithmonë 11 metrash. Shikojmë dorën e mbrojtësit të Armenisë, i cili e tërheq, e shtyn dhe rrezon në tokë. Shikojmë, është absolutisht kemi të bëjmë me faull dhe ky është faull dhe kartonat verdha të kuqe, nuk e di çfarë ndodh më saj, se kartoni i kuq jo. Kartoni i kuq jo. Ku është vetëm kartoni i verdh sepse lojtari jon nuk e ka mundësinë e pasur për shënuar gol. Prandaj nuk kemi të bëjmë me karton të kuq. Është vetëm kartoni i verdh. Po ai gjyqtari se pas ka pas mendjen kur ke dhënë leksione. Pas ka bërë ca gabime. Unë e vlerësova në thojzat e fjalën mik kur tha Manushi mik, se normalisht ato bëjmë punën e tyre, për të bërë ka përgjegjësi shumë të madhe një arbitër. Nuk ndikojnë rezultatet, kaq na mjafton. Kjo është shumë e rëndësishme. Do shikojmë momentin tjetër kur thash që është i njëjti rast që duhet shikojmë, pra që siç nuk vlerësoi rastin e tyre, edhe këtë rast ai nuk e vlerësoi për 11 metrash. Pra, kemi një vlerësim të njëjtë për të dy këto momente. Duke përjashtuar rastin e Cikalleshit që kishim të bënë me faull. Këto ishin 3 ndërhyrjet e zonës. Këto ishin, mendoj unë që ishin 3 raste për të diskutuar, sepse gjatë lojës mund kishim dhe 2 kartonat verdh, apo një faull, një karton të verdh mangut për ekipin e Armenisë, nuk e dha një faull ndaj Canës, por në kompleks të lojës besoj që nuk kishte nevojë për të diskutuar. Sepse ai rasti i parë i Armenisë ka qenë në fillim, ishte 1-0 dhe shkonte 2-0. Kështu që unë mendoj që ai arbitri ka bërë mirë, ka marrë mend tamam nga. Jo, unë them që ka bërë vlerësim të njëjtë për të 2 momentet. Sepse në momentin e penaltisë që dyshohet për penalti për Armeninë, ishte 2-0 ajo. Ishte rast për penalti. Po ishte dhe ajo rast penalti. Nuk ishte rast i pastër. Qenë ekstrem, nuk e shohim ato shumë. Asnjëra nuk ishte ekstrem. 2 momentet ishin. Ajo Cikalleshit ishte çiko shumë. Kurse ajo ishte shumë më ndryshe. Cikalleshit ishte penalti. Pregja ti, se bravo Bujari, po lërë, në unë jam nga Facebooku, ku e përjetove fitoren, se në këtë ditë si kjo dhe ti ke drejt festosh, apo s'ke festuar? Ishte në Elbasan, kemi festuar edhe për parë, dhe në bas neshës në sheshin Elbasanit, aty ku ishin grumbulluar gjithë tifozët, aty kam qenë. Okej, po që ke gëzakon që vjen me telefon dezur dhe këtu në 12 natës, kush kërkon? Keni të dashur që se di familje? Jo. Fike telefonin ku? Telefonin nga fansat. Faleminderit Pregja, je i madh gjithmonë dhe na pranon këtë lloj batutash. Hajde gjithmonë me dosjen plot. Kemi gati më njëherë për kronikën e Mavraj, ashtu sikur se e tham në të gjithë mediat u fol shumë gjendja fizike e Mavraj dhe më në fund ajo fut në fushë edhe e shfalosi të gjithë talentin e tij. Po ti je vërtet për bluzën? Po e kam. Po pra, po thuaj atyre që ta pres. Prisni të pak.
Ka luajtur vetëm 23 ndeshje me fanellën e Kombëtares, por duket sikur është aty prej vitesh e vitesh. Ka kohë që Shqipëria nuk ka patur një mbrojtës të tillë. Mërgim Mavra, 28 vjeçari nga Kosova, i ka bërë të gjithë për vete. Një djalë që flet pak, por punon shumë në fushën e lojës. Mavra ka qenë protagonisti kryesor, jo vetëm i ndeshjes, por i gjithë javës kundër Armenisë. Në një javë ku shtrëngoi dhëmbët për të bërë një mrekulli, për të kaluar një dëmtim në kofsh dhe për të qenë protagonist në fushën e lojës. Të martën e kaluar mjekët thonin se është e pamundur të luajë dhe duhet të qëndrojë të paktën 3 javë pushim. Por në mënyrë sekrete, Mavra i kurohet në një qendër fizioterapie në Tiranë për të bërë të pamundurën të mundur. Asnjë stërvitje me ekipin, madje edhe ushtrimet përpara ndeshjes i bën në mënyrë të veçuar. Këmba gjithsesi përgjigjet mirë dhe prezenca e tij për krah Canës është një siguri më shumë. Por autogoli i minutës së 4 ishte si një goditje e rëndë për të gjithë sforcat e bëra gjatë ditëve të mëparshme. I dedikuar të Atit, një fitore i dedikuar atij dhe të gjithë shqiptarëve në një ndeshje ku, siç thotë edhe vet ai, pas vështirësisë vjen lehtësimi dyfisht. Kombëtare e re, herojnë të rinë, padyshim njëri prej tyre është edhe Mavraj, për cilën ndoqët edhe kronikën. Zoti Sfaho, Mavraj arriti që gjithçka ta rikuperonte. Por pos faktit që nuk ka pasur një situatë shumë favorshme në familje, ka qenë i dëmtuar, arriti të bënte autogolin, por në fund e rikuperoi duke... Ai është lojtar shumë i mirë, është një nga pikat referuese të ekipit tonë përfaqësues. Jo më kotë thash që kjo ndeshje ishte shumë e ngarkuar, edhe përpjekjet që bëri ai për t'u aktivizuar, flasin për dëshirën e madhe që të luante dhe të kontribonte. Fati jo i mirë i tij që minutën e 3 bëri autogol dhe ju krijua përshtypjet atij vetë që po penalizonte me gjitha ato përpjekje që bëri, po penalizonte ekipin. Dhe në një ndeshje kaq shumë të rëndësishme, një eufori kaq e madhe kombëtare, megjithatë më pas, bjeti forca arriti në disa raste të rrezikoi dhe për fat shënoi edhe një gol shumë të bukur. Goditi mjaft mirë dhe fort atë top, i cili kishte risk edhe të kapi nga portieri, por e goditi aq fort sa arriti që të bëj gjë portieri. Gëzdari, duket sikur e kërkoi se pati dhe para kësaj ca inkursione personale. Mavraj bëri një gjë të veçantë, doli shumë më përpara se ekipi në zemje. Dhe sigurisht për ta provuar dhe të gjithë stafi i ekipit kombëtar ishte i problematik se a do të luajë apo jo, dhe se nuk ishte problemi se mund të hynte të lunte, po mund ta lete me një ndrim që në fillim. E kupton, dhe momenti sidomos është futbollist i mirë, është futbollist me karakter, sepse në atë moment mbas kur unë e maj mend kur u fut mas nxemjes, edhe ma bëri me shenjë që po, domethënë ishim 2-3 aty dhe e tha po jam mirë do luaj. Dhe ajo që është më e rëndësishme, sepse në momentin e autogolit, shpeshherë futbollistat që hyjnë me dyshim fillojnë të dorëzohen.
kurse ai nuk u dorëzua. Dhe unë, sinqerisht, gjatë gjithë lojës, e shikoja kur bënte rrëshqitjet në tokë, apo ndërhyrjet bires, shpesh herë thosha, më mirë t'ja lejtë Canës pasimin, se filloj t'u marrë dhe mori iniciativë duke udhë pasimet gjata. Thosha, më mirë t'a lejtë t'ja japi Canës edhe të ruhet vetëm për qenë ekuilibër. Ai jo vetëm që arriti aty, po filloj pastaj mori iniciativën, filloj duke dalë, dhe ajo që ishe më e mira nuk na bëri ndrim. Sidomos në minutën e 10, u vra dhe hysaj, edhe ne kishim të dy këta që mund të dorëzoheshin. Asë njeri shqyqyrë nuk u dorëzu dhe loja vazhdoj dhe fitu. Skënder, për Mavraj. Bashkohë me gjithë, shumë lojtarë i mirë. Nuk mund të them për sa kohë, sepse futbolli sjell shumë të ri do sjellë, shpresoj. Gjatë gjithë lojës luajti mirë, për sa i përket ato golit, arsyeja kryesore sepse është i shmajt, është me kamën e majt. Edhe Sallaks, duke ardhur topi nga krau e majt, ka me djathë shumë e përshtatshme për ta mbrojtur edhe portin, po edhe për ta pastruar topin. Ndodh kjo me Sallaksit, ë? Sallaksa ju sjell një shembull Vieri, humbi një gol në vi fatale me Korenë e Jugut, po humbi me djathën. Në atë meta thosh i kemi dhënë kaq shumë parë që të kep dy kamet. Je vetëm të majtën. Mondi si ekspert i lojës me kokë, që ka pas bërë gola të bukur dhe mbajsi lojtar që fiton të kodë duke në ajër, duhet i bëte përshtypje edhe fakti që godet shumë cilësisht me kokë. Dhe goli me Francën dhe goli këtë radhë, janë të tregojnë dhe vetëm që ka klasë. Dhe teknikisht. Sepse ai thot me të majtën, dhe ka drejt me të majtën, ndoshta e majta ka dhe një lloj privilegji që bie në sy, sepse po të shikosh nga klasi në lojë, Lenjani dhe edhe Mavrajn, se ç'kan diçka që dha golli, që se ç'kan diçka domethënë që ka një problem me Mond Gëzdarin lojën me ajër, që e di Mond Spao, deputeti jon. Çka ka problemi ka? Po që në atë kohë edhe golet me kokë i godiste me pjesën e djathtë kokës. Këtë pjesën që ka më të shtypur këtu. Kur ishte opozitarizmin e ka pas filluar që kur lutet futboll. Po në mënyrë të fshehur godiste vetëm me djathtë. Në kohën që ishte futbollist rinde në ajër. Ja çike politikës bëj. Jo, o Gzim, ja pash ajrin lojës me kokë. Vjen një pyetje nga Facebooku për ty, nuk i ka ranuar njerëzit. Thon, çfarë zgjedh zoti Gëzdari? Lazaratin apo Gërdecin dhe pse? Jo, sigurisht Gërdecin. Për Gërdecin fola dhe rast. Nuk e fshën gabimat. Insistoj ke Gërdecin. Shkak të bindjeve që ka pasur Mondi, thonin që dhe kur shton me kokë me të djathën. Se kishte dy koka me. Edhe në gjumë nga e djatha, fle. Eci, jupi. Kjo e Mavrajt, heroj të ri Marina, nuk e di. Se në kombëtarën e ndjekim edhe modelet që ndjek rinia shqiptare. Duket se kjo rrëzoi Lorikun dhe ngriti Mavrajt, me çfarë po kuptoj. Po, të themi drejtën, teknikisht Mavrajt është pikë referimi në repartin e mbrojtjes. Nëse nuk do luante për shembull edhe në prag sfidë, ishte shumë e vështirë për të gjetur alternativa, jo se ne nuk kemi lojtarë të tjerë, por them drejtën në këtë moment është një hapësi për të tjerëve në të paktën në qendër mbrojtje, sepse alternativa ishte që mund të luante Curi, që them për vërtet ka luajtur, ka bërë shumë mirë me ekipin kombëtar, por vitet kalojnë etj, gjendja nuk është më ajo që ka qenë. Ishte Lila që mund të futej, por asnjë nuk mund ta zëvendësonte. Jo vetëm që luajti, por luajti mirë, domethënë mbas atij dëmtimi që pati, që them drejtën, domethënë e kaloi pak dhe shkencën, sepse ishte bërë rezonanca dhe thuaj që me atë rezonancë diagnoza ishte që 2 javë nuk mund të luajë, por nganjëherë psikologjia, domethënë, dhe mentaliteti i fortë njihet kjo, domethënë që bëjnë rikuperime dhe domethënë nganjëherë gati të pabesueshme. Për mirë për veten e tij dhe për të gjithë ne, sepse vërtet bëri autogolin, por që faktor dhe në pjesën e parë, që faktor në mënyrë se si ndalonte atë sulmues të vetëm, sepse Mauri po luante 1-1 me 14, pse nuk ishte sulmues me miq ka ardhur ndonjëherë, por prapë domethënë futja e Mkhitaryan midis dy linjave të bën nganjëherë i vën vështirësi dy qendërmbrojtësve të cilët i vjen një sulmues i dytë, i vjen me vrull, domethënë ai e bëri mirë të punë. Elektra është ky një heroj i ri nga këta të kombëtarës? Sigurisht që po. Mbas më themi gabimi që bëri, e tregoj veten edhe i kompensoj. Dhe ju të lërave me dorë duhet keni parasysh diçka tjetër, që domethënë personazhet nga futbolli do gjeni ke mbrojtja dhe ke portierët, se këta janë më të gjatë, se pastaj fillojnë të shkurtohen ata në mes fushën sul. Po. Që një sy nga ne vim re ato lojtarët e mirë që ndoshta nuk duken shumë
në ekran. Këtu rimi qik. Pse dhe cilët vërre? Jo, nuk e di u folë shumë për Agolli dhe unë them që është një ndër lojtarët më të mirë. Nuk diskutohet, edhe dje ka bërë Koxhandesh. Po në ju jot në këtë kombëtare kush mbetet? Personal fare që... Personal fare jo, po... Po kush është? Roshi vjen nga flamurtarët në tjetër. Roshi, abe, se Roshi. Që është ori me origjim? Jo, është nga Fieri, po ka luajtur te Vlorë. Jo, kështu idhull nuk kam. Vlora me origjim, po ka jetu në Fier dhe ka luajtur me Vlorë. Ky do me të puq me Roshi, si Roshi. Çka kemi? Tani, llogarit. E hapim si temë 4 ndeshje, kemi përfituar 7 pikë për ta konsoliduar mirë vendin e tretë. Sa pikë na duhen, duke bërë një llogari tjetër. Do të thënë ëndra jote si na shef. Për vendin e tretë më jafton një pikë. Dhe ku do e marrim atë pikë? Me Serbin. Kaq. Këtu, me Serbin këtu. Po morëm një pikë me Serbin, mbaron. Mbaron. Atëre ta shohim këtë dhe njërë kalendarin, sepse Serbia ka një pikë aktualisht, ne kemi 7. Serbia do të thotë? Serbia shkon në Danimark. Po, ta zëmë që do humbin Danimark. Po, sigurisht. Do marri një pikë me ne, shkon 2. Ne shkon 8 pikë. Ajo ngel 2. Ku do i marri tjarat? Do i marri me Portugalin, apo do marri me... Do marri një me Armenin në Armeni. Një pikë duke po llogarit e tjerëve, se... Po, na duhet logjika e dhe përshirë. Unë pas ndeshjen dje, pas ndeshjen Portugali-Serbi. Do marrin Danimark. Kemi dhe kronikën asaj, po. E këtë kronikën. Them drejtën, ne me fatë shumë madh që Serbia sot ka një pikë dhe ata patën problemet që patën. Ishin komplet të parorganizuar, ndruan trajnerët e tjerë. Do të them formacionin e Serbisë të dhëm koka, sepse i pash në fushë fillimisht, kur u rreshtuan, pash ata që u futën në pjesën e dytë, pra Serbia ka të paktën me emra, me vlera, me kualitete, me ekipet që luajnë, duhet ishte forca e dytë e grupit, do të thëmë se zbën, po themi. Por patën oscilacione shumë të mëdha, problemet brendshme, ndeshja me ne, ndrimi presidentit e tjerë dhe shqyr që erdhën deri këtu. Edhe djetë dhe tani koha treguan integritet, se unë e pash sa barazuan nga gol për e ke gabim. Nuk treguan që janë ekip shumë i fortë, po luanin përballë skuadrës që përveç se ka lojtarë të mirë, ka brenda dhe lojtarë më të fortë në botë, që sido që tjetë të impresionon dhe ka ato problemet e vetë teknike brenda. Serbia vetëm di çfarë parti mbrojtës ka? Atëherë stop. Ta shohim kronikën se ai gol meritonte një kronik gol i Serbisë, po ndërkohë edhe ajo ndodhi. Gjithë ndeshja. Jemi në grupin ton, ta ndjekim kronikën pastaj këtu për detaje. Ndoshta zoti Spao me atë pak eksperiencë ekonomie do na ndihmoj pastaj për llogarit. Një moment, kronika na ndjekim. Rritje nisi me njëherë komentin me ty, përkatësisht me Serbi, një skuadër me shumë kualitete ashtu sikur se u tha, humbi në një fushë në cilën ne e fituam. Tani nuk është si njëti ekip dhe nuk është njëta ndeshje. Gjithë ndeshje është ndryshme dhe ka historinë vete. Në ndeshjen e parë të sezonit, fati jonë i madh ishte që ne nuk luajtëm kundra Portugalisë më të mirë të mundshme ose kundra Portugalisë më të mirë në këto 4 ndeshje. Portugalia ka pas një kurrë ngritje shumë të rëndësishme, sepse me Armenin fitoi ashtu domethënë me probleme, domethënë. Me Danimarkën pati problemet e saj në mënyrën se si fitoi me një gol Cristiano Ronaldo në fund fare minutë 94. Dhe kjo është nga ndeshja më të mira që Portugalia ka bërë, domethënë. Dhe e bëri ndaj një skuadre tjetër që vërtet është shumë e fortë. Në ndeshjen me ne s'ka qenë Cristiano Ronaldo, ekipi ishte komplet i pa pozicionuar, pra nuk ishte Portugalia ajo që pam dje. Po edhe Serbia nuk ishte ajo që luajti kundër nesh. Të drejtën kur pash formacionin dje, është shumë, domethënë, na bën krenar fakti që ne në 4 ndeshje deri tani nuk kemi humbur asnjë, ndonëse pavarësisht vendimit që mund të jepet, edhe në Serbi rezultati ishte 0-0 kur u ndërpre. Pra kemi 2 fitore dhe 2 barazime. Serbia në fakt për ritës së vërtetës bëjnë korrigjim. Me këto emra ka qenë gjatë gjithë edicionit. Ka bërë një ndeshje të dobët mizerabël. Nuk ka qenë me këta emra, nuk ka qenë me këta emra. Ta më kanë qenë vetëm Ljajic ka qenë. Nuk ka qenë ky sulmues, ka qenë sulmuesi i Lazios. Ka ardhur Matic, ka ardhur Ljajic, po më interesit se pak të duhet aty. Matic është mesëshori më i mirë mbrojtës në Europë në pozicionin e tij. Matic sot është lojtari i Chelsea-t. Ljajic, si do duket Ljajic? Çfarë ndryshimi ka Ljajic sepse futet Ljajic, ngelet Tozic rezervë, që futet Tozic pasaj pjesën e dytë në vend të Petrovic, pra shtohen edhe alternativat. Me këta 4 lojtarë që tham. Po përveç asaj ka dhe një situatë psikologjike në ekip që nuk ka qenë e favorshme. Sepse për emra për shembull dhe ekipet që luajnë, po te që Cristiano Ronaldo, Serbia është më mirë se Portugalia, po ta marrësh se çfarë skuadër mund të bëjë.
Por në këtë moment janë shumë brapa dhe t'i lem historit, kanë ardhur shumë dhe jo, është një gjë tjetër, me potencialin që ka, Serbia mund të fitojë të 4 ndeshje që kanë ngelur. Ky është problemi. Pastaj sa duhet më një pikë, na duhet më shumë se një pikë në. Është më mirë se Danimarka, unë pashë Danimarkën në Francën dje. Danimarka dje mua më ka impresionuar për mirë në ndeshjen tonë këtu dhe ishte ekip vërtet që na dominoi. Por dje me Francën, të thënë drejtën, u çudita për negativisht, pra, nuk shfaqet atë gjendje dhe neve nuk na favorizon kjo. Sepse ne na duhet i Danimarka të fitojë me Serbinë, pra, nëse bëjmë llogarit për vendin e tretë. Kurse nëse bëjmë llogarit për vendin e dytë, pastaj më mirë që ishte kështu që të frenoj Serbia Danimarkën. Ka një logjik për vend dytë, ka një shans kene? Unë mendoj që ka, me Danimarkën që pash dje, edhe ka llogarit për vendin e dytë. Por gjithmonë duhet kemi kokën mbrapa sepse është rreziku këtyre. Dhe zakonisht për ekipin tonë përfaqësues, momenti delikat fillon në këtë fazë. Dhe duhet jemi shumë të kujdesshëm, nuk duhet na zëri euforia, siç na ka ndodhur herë tjera. Situata është shumë komplekse. Qëllimi ynë duhet jetë që të zhvillojmë ndeshje të mira dhe të mos vëmë objektiva të tillë shumë të kufizuar që të marrim 1 apo 2 pikë këtu apo atje. Ne kemi një përballje direkte me Danimarkën, që e kemi në Danimarkë, nga e cila do të varen shumë gjëra, por bie dakord që edhe ndeshjet e tjera që ne kemi, qoftë edhe me Serbinë këtu, do ta kemi ndeshje shumë të vështirë. Pasi ekipi serb është nga ekipet më të mirë të grupit tonë, pavarësisht renditjes në cilën ndodhet. Bie dakord që Mondi, ne me serbët luajtëm 40 minuta, nuk luajtëm pak. Unë kam qenë atje dhe kam parë neshin direkt. Gjërat nuk janë edhe ata patën një përsi 15-28 minuta, pastaj neve, po me këta njerëz, me ne njeri mongut, neve duhet kishim shënu dhe duhet pjesën e partë kishim në avantazh. Ku e kam fjallën? Duhet jemi me këmë top, nëse nuk jemi me këmë në top. Mondi, do të tregoj gjë. Me këmë tokë do të thotë që ti të luftosh për 1 apo 2 pikë. Po të them edhe këtë, nuk jam dakord as me deklaratën që tha trajneri që kjo ishte ndeshja më e rëndësishme e karrierës për të. Pasi edhe këto ndeshje që ka përpara janë ndeshje që vjen, kjo ishte më e vështira, sepse kjo të shtit ty të ka fut atje, kur që edhe unë kam përshtypjen. Kështu si u zhvilluan ndeshjet të javë, edhe një barazim ne prap na kinte lojë. Dhe ndeshjet që do kishin përpara do të ishin shumë më të rëndësishme. Mondo më me këtë që unë po them, edhe po ngelem dhe me 7 pikë, ne jemi prap me 3. S'kan për të marrë 7 pikë Serbia. Serbia shkatru si skuadrë. Nuk do bëjmë fallxori që të përcaktojmë rezultatin. Por ne duhet të bëjmë Serbia duhet të Danimarka. Ka një lloj euforie Gëzdari, ka gjetur 2-1 këtë ndeshje dhe kujton se mund t'i gjejë gjitha. Mirë, jo, po mirë, ka dhe drejt se 1 pikë ka Serbia. I kam gjetë gjitha, sepse kemi si humbje, zotni. Jo, si mund të thuash tani që Serbia do shkojnë në Danimarkë? Po pse ne kur shkon Portugali? E dinim që do fiton të kombëtarja? Vajtë morën 3 pikë, më la. Se nuk i mreka Serbia 3 pikë në Danimarkë. Pastaj kjo është ndeshje gënjeshtre, sa ashtu si luajt Danimarka me Francën, duket sigur evropianin organizohet Danimarka, jo Franca. Derisa themi që çdo ndeshje ka historinë vete, edhe për Danimarkën nuk mund ta gjesh dot aq keq. Ky vendi 3 duket i mundshëm. Megjithatë do të them këtë që unë jam kundër asaj teorisë që për të llogaritur pikët, si thotë Gëzdari, na duhet 1 pikë. Nuk është punë 1 pikë këtu. Nuk është ideja domethënë që do të dalim dytët ose të tretët, unë kam përshtypjen që puna është të ruash njëri idenë që kjo kombëtare e ka arritur nivelin dhe do luajë mirë. Nëse Dibjazi do fillojë për merakun e vet, që ketë frikën e madhe për të qenë vetëm ajo pika ose 2 pikë të marrim, unë kam përshtypjen që ka një gjë që gjithmonë kthehet në bumerang, domethënë ajo si ke përsi ajo tash. Derisa ne kemi fituar në Portugali, ke hequr një siklet shumë të madhe. Jemi gjendje të blush bllofin jashtë. E di kush është e përsi ajo tash. Jo këtë s'po kupton ti. Ne pardje duhet që të fitoshim me detyrim. Pra, është shumë e vështirë kur ti do të fitosh, edhe mund të humësh e të barazosh. Tashi ne kemi këtë, që ne i presim skuadrët, kuptimin, i presim për t'i kapë nga bim. Pra, nuk kemi të detyru që të shkojmë, t'i sulmojmë për të parë 3 pikë. Ne i presim dhe mundet. Nga kjo mund t'jetë fatale. Nga kjo, jo së fatale. Kjo mund t'jetë fatale. Ekipi duhet vazhdoj të luajë si ka luajtur tani. Si ka luajtur? Ka luajtur duke sulmuar. Bëj një pyetje. Ka luajtur duke sulmuar. Ka luajtur duke mbrojtur. Mondi kë kemi sulmuar. Dje sulmuar. Sulmuar Danimarka. Dje sulmuar pjesën e dytë. Sulmuar Serbinë. Edhe e kthym. Unë them. Tash ne duhet i presim. Se pastaj do kalojmë çike shpresë atë, pak shpejt, ecim.
Na ti ku na dhëm. Po flas, më mirë me shpresë. Jo, këtu një opinion. Ç'është puna? Dhe këtu kemi ardhur me punë, me merit, me besim, me gjitha gjërat. Ato që thot Mondi, po edhe çdo njëri tjetër. Ka kalu. Domethënë ne jemi këtë standardesh, në këtë status. 7 pikë Serbia 1 pikë. Unë ju siguroj që Serbia s'është më Serbia që ka qenë. Portogalia nuk është Portogalia që të lejë 3 pikshin si shla me Shqipërinë. Ne synojmë tretën. E treta do jetë synojmë të tretën. Për mua. Që temë kam tokë të tretën. Edhe nuk është mungesë modestie të thush që e meritojmë tretën, sepse s'kemi pasi humja. Okej, jupi 1 minutë kohë. Çfarë do thotë vendi i tretë dhe çfarë do thotë play-off në futboll? Play-off është vendi i tretë, luan ndeshjet me pastaj idhet një short, pasi mbaron kualifikuesi, idhet short me një skuadër tjetër, por më duket se vendi i tretë më i mirë kualifikohet direkt, domethënë që ka pikë më shumë se të tjerët. Play-offi domethënë që të bësh 2 ndeshje vajti ardhje. Me të tretën në një grup tjetër që pastaj është një short që përcaktohet. Vetëm me një skuadër. Po vajti ardhje, me një skuadër, me një. Vetëm edhe aty ka emocione të tjera që patjetër, po ajo është ato janë shumë të mundshme, sepse janë 2 ndeshje në të cilat një ke këtu, një ke atje, është shumë e mundshme. Dhe kjo është në periudhën nëndor-dhjetor të këtij. Dhe të tretat e grupeve me sapo shikoj, domethënë nuk është se janë të pakalueshme, domethënë. Pra mundësit janë. Ti ekspert e play-off-sh. Po s'do na bie Holanda play-off kështu në gjuhën sportive? Fazë play-offi janë dhe unë, fakt. Po pra, domethënë nga kjo nise. Emri keni të ngjashëm dhe të njëjtë. Vajtje ardhje, teve kemi fazën e gjysmëfinaleve me 3 ndeshje, futbolli ka me 2. Pastaj shkojmë në finalet. Ku e keni më të kollajshme, brenda në Vlorë apo jashtë? Po sigurisht në brenda. Brenda në Vlorë. Okej. Kthehemi ke Kombëtarja e shpresave. Shpresat, aty kemi gjithësi. Ka kronik, ë? Jo, nuk kemi kronik, ndërkohë ilustrohet gjithçka me pamje. Gega ka nisur tashmë edhe edicioni i Kombëtarjes së shpresave, niset me këmbë të bardhë, me fitore. Kështu që këto gola a mund të konsiderohen si dhurata kundërshtarit apo? Po, janë trusnik, kanë luajtur gjatë gjithë kohës, kemi luajtur gjithë fushë. Në fakt, ne duhet të qëndroshim shumë më përpara, shumë më shpejt, sepse humbim shumë raste. Është një rast që kishte kalu vizën, po arbitri nuk e dha gol, kështu që përfitum nga 2 gabime, shënum, nuk ose kishim lënë ekipin vetëm për këto 2 gabime të shënonin, po atyre momentat, ata luajtën gjatë gjithë kohës në presion, është një ekip që nga vetë kultura e tyre, nga rasta tyre janë konstant, nuk dilin, edhe pse ishin 2-0, nuk dolin sulmonin, prisën me sfushë, në vështësuan pak, po megjithatë jam i kënaqur shumë për 3 pikshin. Çfarë lloj ekipi kemi ne Gega, sepse jemi shumë të interesuar në identitetin ton futbollistik. Do ne kur na iku skela me Lalën, tham ku do na vi këta. Një gazet para sa ditësh thoshte Made in Kosovo, që të thotë Madeni themi ne në Kosovë. Ne kena një multi ekip që të thotë janë nga gjitha troje shqiptare, është ka kampionatit shqiptar, me djenë talentum. Kjo punë që është nisë, që është deri këtu në këtë momente, është nisë shumë vite përpara. Një pjesë e madhe, të paktën 70% e tyre kanë kalu 17 vjeçarë dhe 19 vjeçarë, dhe në afru tek ne. Edhe besoj se do konsolidohemi, do kemi grupë shumë të mirë, kemi 3 veta që janë përqesur pasaportën që nuk e bashkëpun dot e ekipit. Para ndeshjes patëm sa par probleme me hoqjen pak sikletës, sepse nga 4 lojtarë që ne i konsiderojmë. Shof Gega dhe disa shumë. Po interesante. Nga çfarë zone kanë ardhur? Po nga Zvicra, nga Gjermania. Kjo interesante është sepse janë familjar apo janë tifozë shqiptar? Jo, janë familjar të lojtarëve. Jo, kishte ndoshta familjar, po pjesa më e madhe sepse ai krau tjetër s'kishte shkallë dhe s'kishte bileta. Domthon redi për herë të parë, po ta shohësh, o bot tifoz ka hyrë aty te bankina, se dura emocionet. Edhe e shite edhe biletën e vet. Kështu që po habitëm kur pam gjithë mbështetje, janë kanar shqiptar nga Zvicra, nga Gjermania, edhe nga Austria kishin ardhur. Dhe unë ndjem si në shtëpi tonë. Fitore mëse ne ishte o gjë e mirë për ne sepse na le qetë për të bërë një projekt denjësator. Jeni jupi edhe një fruti punës me mosha, me akademitë që kanë dalë këtu me gjëra si këto. Ishte hera parë që Federata e Liechtensteinit si pjesë e stafit. Federata e Liechtensteinit është hera parë që shet gjithë biletat për në ndeshje të U21-shit. Pati ishin gjithë shqiptarë dhe nga një që mund të quhet si 10 që ande, 10 që këte ishin jashtë në rrugë, domethënë dhe i falenderojmë për mbështetjen që i bën ekipit. Ishin ndeshje delikate sepse vërtet Liechtensteini, por them drejt dhe neve nuk është se e dinim realisht se çfarë përfaqësonte ekipi jon, forcën e tjerë, sepse është ndeshja parë e sezonit.
Më vjen mirë që shkoj kështu sepse duhet, duhet për gjithat grup djemsh, janë 12 lojtarë nga kampionat, produkti kampionatit tonë, në base në vitet e fundit asnjëherë nuk kemi pasur kaq shumë. Janë disa lojtarë të cilët për arsye dokumentacioni ose lejet FIFA-s do i bashkohen grupit që janë 2 të tjerë, janë 3 lojtarë që janë të dëmtuar, base ndonjë sepse periudha është e gjatë dhe ekipi konsolidohet dhe gjatë rrugës në shtator kemi ndeshje të tjera, mund të afrohet ndonjë lojtar tjetër. Pra mendoj që gjërat janë duhet të shikojmë pozitivisht. Pra ka qenë një weekend shumë i mbar për futbollin kombëtar përgjithësi. Le të thojmë edhe pavarësisht se janë ekipet e moshave. Dhe goca që fituan. Fituan dhe vajzën ta 25. Ishte shimisore, por shumë rëndësishme. Patjetër. Gega jo, të mësojmë kur do të thënë me fitoren edhe këta djemë se pavarësisht se s'ka rëndësi rezultati ke moshat, po na shijon fitore edhe atje se na duhet pastaj për. Jo e keni provu se luan calceto, nuk ka asnjë person që luan futboll, qoftë edhe shkon edhe me birra në dorë në calceto që s'do ta fitojë ndeshjen. Problemi çdo gjë duhet vinë me një logjik. Te ishte një veçart, kena pas ato luhatjet tona, por gjithsesi jemi të kënaqur që kena marr kemi vazhdu punën që është nisë vite përpara, si thash parë. Kemi ardhur në një moment dashur miq që momenti i misit javës. Momenti shumë pritur, i gëzimit i Edit të Redit, misi javës. Akoma s'na ka ardhur nis nga vota e sportit. Do presim një mis në sportin javët në vazhdim. Kjo është Jasmina Shahini, është modele. Është përzgjedhur. Nga agjencia Grace Petrovic, kjo është modele e kësaj jave. Shumë keni ka foto tjera goca? Ja, kjo është bukuria shqiptare, cila del misi javës procesin sportiv. E koment Elektra? Nga bota e sporteve kemi mise që dalin vazhdimisht? Kemi. Do të ngarkojmë të një detyrë që të na gjesh në njërën për javët në vazhdim. Cikleta shumë e bukur ishte. Po goca shumë kinge, bukuria shqiptare në botë, e cila tashmë po çan gjithë kufit. Se s'po më thej që fillim ishte mirë këtu. I referohesh e fakti që ishte midis dy bjondeve apo shikojmë me syrin për të kandiduar në politikë. Mund të japësh një këshill të lutem. Ne kemi mund Gëzdari është shkojmë atje, ne kemi 2000 ultra i majtë dhe i deklaruar. Çfarë këshillë do japësh ti që ai të votojë për Juve? Një këshill sportive në zgjedhjet e ardhshme. Japin ai lek pa homa me atë. Ama të lutem. Sa dëshirë. Ja ku e kemi. Ky nuk ka nevojë për këshilla për të votuar për djathtas, pasi e ka me zëmër atë. Dhe ka filluar prej shumë vitesh. Mos vjell vota për lagjet. Çfarë kam dëgjuar për ty? Në botën e sportit shikojmë gjithmonë, ndoshta edhe të identifikojmë individ cilët mund t'japin kontributën politik. E kemi bërë në të shkuarën. Na jepni një zgjidhje konkrete që keni gjetë ju? Po ka kandiduar Indrit Fortuzi për shembull. Është vërtet. Kryetari i mini bashkisë 9 në mos gaboj. Po ai nga sporti. Dhe gjithmonë kemi pasur kandidat edhe në këshilla bashkiake. Them Sulejman Memon e kemi pasur. O gzim po ti nuk. Edhe kështu do të vazhdojmë edhe. Kë sportist keni nga krahu juaj, se nuk po vjen. Ta tonat lahen 3 javë. Veç prekje se prekja është qendër. Lahen 3 javë të tonat nuk bëjnë pjesë. Janë zgjuar. E mbyllim këtë pjesë që jemi vetëm pas pak me kronikën e Formula 1, gjithashtu kemi edhe golat më të bukur në Europë.